Universitetet e vendit kanë hapur dyert për vitin akademik 2025-2026, por krahas nisjes së universiteteve dalin në pajë dhe largimi masiv i të rinjve të cilët kanë zgjedhur emigrimin për të vijuar jetën e tyre. Megjithatë, universiteti më i preferuar për studentët vijon të mbetet ai i Tiranës, teksa numri i studentëve në pjesën dërmuese të fakulteteve janë shumë më të ulët se sa kapacitetet universitare. Këtë vit 16.000 studentë ishin regjistruar në raundin e parë të studimeve në ciklin bachelor, nga rreth 19.000 një vit më parë, ose rreth 20% më pak. Numri i studentëve në arsimin e lartë në Shqipëri ka pësuar rënje të dukshme gjatë dekadës së fundit, veçanërisht në universitetet publike. Nga rreth 117.000 studentë në vitin 2016, në vitin 2024 numri ka rënë në 86.900, duke reflektuar tranzicionin demografik të vendit me rënjen e lindjeve dhe emigracionin e lartë të rinjve. Në Universitetin Fanoli të Korçës në disa degë si frëngjisht dhe gjuhë letërsi shqipe e gjuhë pakicash nuk është regjistruar asnjë student. Padyshim janë dy degë që ne ka mundësi me vendim senati normalisht të mos i aktivizojmë, që është gjuha frenge dhe gjuha e pakicave. Viti i ri akademik ka nisur edhe në universitetet e Gjirokastrës, Vlorës, Shkodrës, Elbasanit dhe Durrësit. Në Universitetin e Shkodrës, rektori Toni Ngjura i shpreu shqetësimet e tij ministres së arsimit Mirela Kumbaro për mungesën e infrastrukturës dhe investimeve pasi godinat janë të amortizuara. Ne kemi nevojë për mbështetje të madhe infrastrukturore, për investime. Pasi disa prej godinave janë të vjetruara, përfshirë dhe godinën e rektoratit ku jemi sot. Degët më pak të frekuentuara në rang universitetesh mbeten shkencat eksakte, ndërsa shtuar kërkesa për degët prioritare që përkrahen nga bursa. Kërkesa për degët e mjekësisë, IT dhe biznes mbeten në të njëjtat nivele për nga studentët që vendosin të regjistrohen në këto programe.